Ne të gjitha diskutimet I bëjmë në grupin parlamentar, edhe çështjen e kërkesës për krye parlamentare kemi diskutuar, por as pak nuk ka qenë I ndryshëm pozicioni I deputetëve të Partisë Guxo nga pozicioni I deputetëve të vetëvendosjes dhe zonjës Kusari për Partinë Alternativa, për shkak se të gjithë jemi të një mendje që një parti e cila ka 3 deputet në kuvend nuk mund të kërkoj pozicionin e dytë në shtet, por që zgjidhjet, marrëveshjet duhet të jenë parimore dhe nëse zoti Limaj është I gatshëm për një bashkëpunim parimor në kuadër të institucioneve, atëherë ne jemi treguar të hapur për këtë bashkëpunim, por edhe një herë nuk duhet ta ngatrojmë çështjen e pazarit, kush jep më shumë, merr më shumë, po diskutimi ynë është parimor edhe diskutimi ynë është I bazuar në atë se çka është logjike edhe çka I sjell Kosovës më shumë. Kërkojmë presionin qytetar. Qytetarët duhet ta thonë hapur, edhe duhet të kenë hapësirë për të thënë hapur që presin zhbllokimin, ashtu siç na e thonë në biseda private, që presin zhbllokimin e bllokadës në kuvend, edhe që kjo bllokadë është e papranueshme dhe e pakuptueshme për gjithë kënd.